Për sa I përket për sa për për ringjalljen për sa për ringjalljen e të vdekurve, për sa për ringjalljen e të vdekurve, a nuk e keni lexuar është thënë nga Perëndia kur thotë unë jam Perëndia I Abrahamit, Perëndia I Isakut, Perëndia I Isakut dhe Perëndia I Jakobit, dhe Perëndia I Jakobit. Perëndia nuk është Perëndia I të vdekurve. Perëndia nuk është Perëndia I të vdekurve, por I të gjallëve. Për sa për ringjalljen e të vdekurve, a nuk keni lexuar që është thënë nga Perëndia kur thotë unë jam Perëndi I Abrahamit, unë jam Perëndia I Abrahamit, Perëndia I Isakut dhe Perëndia I Jakobit. Perëndia nuk është Perëndia I të vdekurve, por I të gjallëve. Ishte Ungjilli nga Mateu, këtu Krishti po thot saducenjve që nuk besonin te ringjallja se Perëndin
Perëndia është Perëndi i gjallëve. Është Perëndia i të gjallëve, e jo i të vdekurve. Në qoftë se mendimi im, unë mendoj si krishter, unë mendoj se Perëndin duhet ta njohim, Perëndin duhet ta njohim e ta besojmë në këtë botë ku jemi, pra në tokë. Sepse po vdiqëm, në qoftë se kemi vdekur pa e njohur Perëndin, as Perëndia nuk na njoh. Pra, në qoftë se kemi vdekur pa e njohur Perëndin, as Perëndia nuk do na njoh.